Me zotin Skënder Doda, presidenti i IPE-s së Shqipërisë, një aktivitet i shkëlqyer, i sapo mbyllur, urime për gjithçka. Faleminderit. Para 3 ditë unë e thash që kupën dhe gjithçka e kam vetëm me këtë organizim shkëlqyer dhe e pabesueshme ndodhi që Shqipëria me një ekip të shkëlqyer djemsh, pa dallim nga njëri tjetrit, gjithë një cilësi, arritën hap pas hapi të shikojnë 7 fitore, mritën në finale dhe fituan një ndeshje me një ekip shumë të denjë, me ekipin zviceran, i cili po ashtu është shumë i fuqishëm. President, çfarë do të thotë për ju që ky aktivitet fitohet nga IPA shqiptare? Unë e kam kënaqësi që ky aktivitet u fitu nga IPA seksioni Albania, pikërisht në Shkodër, në këtë vend kaq bujar, kaq mikpritës, dhe nëse unë flas, duhet të them që me të vërtet jam presidenti i kësaj shoqate, por në sfond, në pjesën e padukshme, është një person i cili quhet Ardian Zaganjori, i cili ka ideu në kokën e tij gjithçka për të ardhur në këtë nga momenti i parë deri në momentin e fundit. Një kampionat botëror i futbollit për policinë, i pari i këtij lloji në Shqipëri dhe konkretisht në Shkodër, që zhvillohet në një tempo kaq madhështor si Loro Boriçi, me shumë kuptim. Ne e tham edhe siç e pohum, ne shpërndam jo vetëm kupa për fituesit, por edhe për 4 yjet futbollit shkodran, sepse është një veprim i trashëgimisë së sportit në Shkodër. Pra në Shkodër siç ka lind futbolli 100 e sa vite përpara, edhe do vazhdoj, por pse edhe jo policia mos të ketë futboll. Unë do t'ju falenderoj gjithë ju media që e keni ndjek hap pas hapi zhvillimin e kampionatit, por përveç kampionatit në Shkodër ekipet, turistët kanë pa mjaft vende të bukura, kanë shiju bukuritë e Shkodrës, siç thash, dhe shpesh herë më thoshin që po na raporton familja, na thonë si ju duket Shkodra, si ju duket Shqipëria, dhe planifikojnë për të ardhur herë tjetër si familje për të bërë vizitë e për të pushuar në Shqipëri. Unë do falenderoj me këtë rast të gjithë mbështetësit, duke filluar nga ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm policisë, shefi i shtabit të ushtrisë, kryetarin e bashkisë Shkodër, federatën e futbollit, klubi sportiv Vllaznia, biznesmen, shok, miq, të cilët edhe me pak kanë kontribuar që ky aktivitet të jetë në përmasat të kësaj natyre. Faleminderit, sukses dhe Faleminderit, urime shumë.